Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, në datën 28 qershor filloi muaji i lumnueshëm i Ramazanit. Është një nga ceremonialet më të rëndësishme të fesë islame, e cila shpreh pikërisht një nga themelet e shtyllat e kësaj fe, dhe Ramazani apo mbajtja e agjërimit gjatë këtij muaji ka një kuptim mjaft domethënës për besimtarët shqiptar. Në lidhje me pasqyrimin në rëndësinë dhe kuptimin që ka për çdo besimtar muaji i shenjtë i Ramazanit, ne po pyesim imamin e Qendrës Islamike Shqiptare këtu në Michigan, zotin Shuaib Gërguri. Çfarë rëndësie ka muaji i Ramazanit për besimtarët musliman? Bismillahirrahmanirrahim. Lejoni fillimisht ju falenderoj juve si televizion që kujdeseni për informimin e drejtë të komunitetit ton, dhe lejoni t'ju falenderoj gjithashtu për ardhin dhe kujdesin për paraqitjen sa më të mirë të çështjes së muajit të Ramazanit apo pasqyrimin e rëndësisë së këtij muaji të shenjtë. Në emër të Zotit, gjithë mëshirëplotit. Të nderuar bashkëdhetar, lejoni që në emrin tim personal dhe në emër të Qendrës Islame Shqiptare këtu në Harper Woods, t'ju uroj muajin e shenjtë të Ramazanit, muaj i bekuar, muaj i cilin Zoti dalloi nga gjithë muajt e tjerë. Për rëndësinë e këtij muaji më së miri flet profeti i Islamit Muhamedi, paqja e Zotit qoftë mbi të. Unë këtu do të shfrytëzoj rastin që ndaj disa nga thënjet e profetit, i cili tha me rastin e fillimit të muajit të Ramazanit në ligjëratën e tij në natën e Ramazanit. Ndër të tjera profeti thot: O njerëz, po ju vjen një muaj i madh dhe i bekuar, muaji në të cilin gjendet një natë që është më mirë se 1000 muaj. Është një muaj që Zoti e ka bërë farz, detyrim, agjërimin e ditëve të tij, dhe namazet e teravive, namazet e natës i ka bërë vullnetare. Çdo vepër e mirë në këtë muaj shpërblehet sikur ta kishe kryer një farz jashtë këtij muaji, dhe çdo farz të kryer gjatë këtij muaji shpërblehet tek Zoti sikur ti kishe kryer 70 farze jashtë muajit të Ramazanit. Ramazani është muaji i durimit, muaji i sabrit, kurse shpërblimi i sabrit është xheneti. Ramazani është muaji i bamirësisë, muaji në të cilin shtohet bereqeti i besimtarit të vërtet. Kush e fton një njeri për iftar, do t'i falen gjunahet, do t'i shpëtoj zjarret të xhenemit dhe do të ketë shpërblim të barabartë me atë që ka ftuar për iftar, pa ja munguar atij shpërblimin. Shokët e profetit në këtë rast e pyesin: O i dërguar i Zotit, jo të gjithë ne kemi mundësi që të ftojmë të tjerët për iftar. Profeti përgjigjet: Allahu do të shpërbej me shpërblimin e përmendur cilin do që fton për iftar agjëruesin edhe me një hurm, apo me një gotë qumsht, ose qoftë edhe me një gotë ujë. Ky është një muaj fillimi i cilit është mëshirë, mesi i tij është falje dhe fundi i tij është shpëtim nga zjarri i xhenemit. Në këtë muaj përpiquni të plotësoni 4 veti. Me 2 prej tyre do të kënaqni Allahun dhe 2 të tjera do t'ju nevojiten juve. Të parat me të cilat do të kënaqni Allahun janë dëshmia e shahadetit se nuk ka zot tjetër përveç një Zoti që meriton të adhurohet, dhe lutja për të kërkuar falje prej të Madhit Zot për mëkatet që keni bërë. Dhe 2 të tjerat janë lutja për Zotin që të shpërblej me xhenet dhe lutje që të ruaj prej xhenemit. Kush e ushqen agjëruesin në këtë muaj, Allahu do t'i jap nga burimi i vet, pas të cilit nuk do të ndjej as eti as uri, deri kur të hyjë në xhenet. O popull, Ramazani ju ka ardhur me bereqet, mëshirë për falje. Ky muaj është më i dashur te Allahu nga të gjithë të tjerët. Orët e tij janë më të dashura se të gjitha orët e muajve të tjerë. Ky është muaji në të cilin jeni të ftuar tek Zoti në mikpritje, ku konsideroheni njerëz të mirë të Allahut. Frymarrja juaj në këtë muaj është tesbih, përmendje Zotit. Gjumi juaj është ibadet, adhurim Zotit. Puna juaj gjatë këtij muaji është do të pranohet tek Zoti dhe lutja juaj do të plotësohet. Kërkoni nga Zoti juaj sinqerisht dhe me gjithë zemër,
që t'ju ndihmoj në agjërimin tuaj, të cilin ju ka bërë detyrë, dhe lexoni Kuranin që ju ka shpallur juve. I paaft do t'jetë ai që në këtë muaj nuk përfiton nga mëshira dhe falja e Madhit Zot. Derisa jeni të uritur dhe të etur, atëherë përkujtoni urinë dhe etjen e ditës së gjykimit. Jepni lëmosh, sadaka, atyre që janë të varfër dhe të shkret. Nderoni më të vjetrit dhe keni mëshirë ndaj të rinjve. Respektoni dhe vizitoni parafisin. Ulini syt prej asaj që i ndalohet besimtarit të shikoj, dhe mos dëgjoni atë që besimtari ka të ndaluar të dëgjoj. Keni mëshirë ndaj të tjerëve, që Zoti ketë mëshirë ndaj jush. Kërkoni prej Zotit që t'ju falë mëkatet. Ngrini duart lart, duke kërkuar prej Allahut me dua pas çdo namazi, se kjo është koha më e mirë për dua, dhe Allahu i mbulon njerëzit e vet me mëshirë dhe pranon duat dhe lutjet që i drejtohen. O popull, shpirtat tuaj janë të varur prej veprave tuaja. Çlironi shpirtat tuaj duke kërkuar falje prej mëkateve. Shpirtat tuaj janë ngarkuar me barra të rënda. Lehtësojini peshën me sejdë sa më të gjatë. Dijeni se do të jeni më të sigurt se Zoti nuk do t'i mundoj ata që falen dhe bëjnë sejdë dhe nuk do t'i friksoj me zjarr të xhenemit. Kur të vijë nata e parë e Ramazanit, thret një thirrës nga ana e Zotit. O ti që kërkon mirësi, pranoj ato, dhe o ti që kërkon të liga, ndaloj. Shpëtimin nga zjarri i xhenemit e bën vetëm Zoti në çdo natë të Ramazanit. Kjo është e ligjërata që profeti a.s. e mban në natën e muajit të shenjtë të Ramazanit. Ju falemnderit për mesazhin që drejtoni, mesazhin fetar që profeti ka drejtuar pikërisht në fillim, në natën e fillimit të këtij muaji të shenjtë. Të ndalemi disi tek veprimtaria e komunitetit shqiptar dhe mënyra se si komuniteti duhet ta ndjejë rëndësinë e këtij muaji. Se si ata të arrin deri tek falja e gabimeve të tyre, se si ata të arrin deri tek mëshira, se si ata të arrin deri tek ndihma e sadakaja që do t'japin për të varfrit. Muaji i Ramazanit është muaji në cilin u zbrit Kurani, siç u thanë në ligjëratën e profetit a.s. Është muaji i agjërimit, që është obligim për besimtarët. Prandaj dallon nga gjithë muajt, sepse kërkon durim, kërkon punë më të madhe se sa muajt tjerë. Prandaj që të arrijmë vlerën e tij, duhet punojmë në maksimum. Duhet ta dallojmë këtë muaj nga muajt tjerë. Përveç agjërimit, nga ushqimi, nga pijet, ne duhet të agjërojmë edhe nga fjalët jo të mira. Duhet të agjërojmë pra të largohemi edhe nga shiqimet që nuk duhet shiqojmë. Duhet të largohemi edhe nga ndigjimi i atyre fjalëve që nuk duhet i ndëgjojmë. Pra duhet i përkushtohemi të Madhit Zot më tepër se sa në çdo kohë tjetër gjatë vitit. Në këtë muaj, siç tha edhe profeti në mesazhin e tij, shpërblimi është i shumëfisht. Çdo vepër e besimtarit shpërblehet 10 fish deri në 700 herë më tepër se sa çka bën. Kurse në muajin e Ramazanit për agjërimin Zoti nuk ka vu kur far kufini, domethënë nuk ka kufi shpërblimi për besimtarin. Zoti thot, agjërimi bëhet vetëm për mua. Prandaj shpërblimi do të jetë i posaçëm për ata që agjërojnë. Në ditën e gjykimit, për agjëruesit do të jetë një derë posaçme në parajs, ku Zoti i Madh do t'ju jap leje dhe do t'i thret që të hyjnë për atë derë vetëm ata që kanë agjëruar. Sipas fjalës së profetit a.s. Ai që agjëron muajin e Ramazanit, në fund të muajit të Ramazanit do t'i falen të gjitha gjunahet. Ai që falet gjatë netëve të Ramazanit, në fund të muajit të Ramazanit do t'i falen të gjitha mëkatet. Në këtë muaj ka një natë e cila është më e vlefshme se sa 1000 muaj. Pra adhurimi në atë natë ka vlerën më të madhe se sa 1000 muaj të tjerë, e kjo natë është në 10 ditëshin e fundit të muajit të Ramazanit, ku shumë besimtarë i përkushtohen Zotit dhe lajnë anash çështjet e kësaj bote dhe koncentrohen në adhurim, në falje, në përmendje të Zotit gjatë këtyre 10 ditëve të fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit. Ne këtu në qendrën tonë, gjatë muajit të Ramazanit kemi aktivitete të ndryshme.
Ndër të tjera, përveç faljeve që i kemi për çdo natë, gjatë vikendeve, në çdo vikend kemi iftar të përbashkët, ku njëri nga anëtarët sponsorizon dhe të tjerë të vinë dhe bëjnë iftar, rrinë, hanë, pinë së bashku dhe kalojnë kohë së bashku derisa të vijë koha e faljes. Ditëve të premte gjithashtu kemi një numër të madh të besimtarëve që vrehet gjatë këtij muaji, numri shtohet shumë më tepër se sa gjatë muajve të tjerë. Dhe në fund të këtij muaji të shenjtë kemi festimin që i thonë Bajrami, Fitr Bajrami apo festa e qeljes e prishjes së agjërimit, që vjen në fund këtij muaji, cilës i gëzohen besimtarët me arritjen e përfundimit të njërit nga 5 kushtet, nga 5 shtyllat e fesë tonë islame. Një nga parimet kryesore është dhe dhënia e ndihmës, ndihmja për dobektit, sadakaja. Si veprohet në këto raste në komunitet në qendrën tuaj islamike? Është e vërtet një nga 5 shtyllat e fesë islame është edhe zeqatja, apo dhënia e një pjesë të pasurisë për të varfërit, për të dobektit. Profeti thot në një hadith që është i njoftun se Islami është ndërtuar në 5 shtylla. Shtylla e parë është deklarata se nuk ka zot tjetër përveç një Zoti dhe Muhamedi është i dërguari i tij. Shtylla e dytë është falja. Shtylla e tretë është dhënia e zeqatit apo ndarja e një pjesë të pasurisë, 2,5% e pasurisë së ruajtur, jo pasurisë së fituar. 2,5% e pasurisë së ruajtur, çdo besimtar duhet ta ndajë për të varfërit, për ata që kanë nevojë. Shtylla e katërt është agjërimi i muajit Ramazanit, në cilin jemi tash, dhe e pesta për ata që kanë mundësi një herë në jetë obligohen që të shkojnë dhe të kryejnë pelgrinazhin apo haxhin në vendet e shenjta në Mekë. Pra, një ndër ta, siç e përmendët edhe ju, një ndër shtyllat e fesë islame është dhënia, dhe kjo vrehet shumë më tepër gjatë këtij muaji të shenjtë, sepse siç thash, çdo vepër e mirë shpërblehet shumë fish gjatë këtij muaji dhe besimtarët shfrytëzojnë këtë muaj që t'i japin sa më tepër që shpërblimi i tyre të jetë sa më i madh. A përcaktohet sipas rregullave të Islamit personat të cilët mund ta shmangin në Ramazanin nëse janë të sëmurë o grashtatzëna, diçka e tillë? Kurani përmend shumë qartë se ata që janë udhëtar, ata që janë të smur, ata që nuk kanë mundësi sepse janë në moshë të shtyrë, apo ata që kanë smundje kronike nuk kanë obligim që të agjërojnë. Por gjithë ata që kanë smundje kronike dhe nuk pritet që të shëndoshen dhe të plotësojnë ditët e mbetura, i preferohet që t'i japin të ushqejnë nga një të varfër për çdo natë, për çdo ditë që nuk kanë arritur të agjërojnë. Pra ata që nuk kanë mundësi të agjërojnë, i japin apo ushqejnë një person për çdo ditë të humbur të agjërimit. Thuhet që po ta agjërosh ditën në natën e Kadrit ose ditën e natës së Kadrit, mund të quhet si shlyer agjërimi, është e vërtet kjo apo? Kjo nuk është e vërtet. Ka thamë edhe të tjera se duhet të agjërohen vetëm 3 ditë, po jo 30. Në fakt Kurani nuk përmend as 3 as 30. Kurani shumë qartë e përmend shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji Ramazanit, pra muaji, jo ditët, muaji Ramazanit është në cilin ka zbrit Kurani. Mandej vazhdon, faman shahidahu falyasum, ai që është prezent, ai që prezanton këtë muaj duhet të agjëroj. Pra nuk është fjala për një ditë apo 3 ditë, por është fjala për një muaj, e muaji sipas kalendarit hënor mund të jetë 29 ditë ose mund të jetë 30 ditë, varësisht nga lëvizjet e hanës. Pra agjërimi është obligim një muaj dhe nuk shlyhet me 1 ditë apo 3 ditë apo çdo ditë e mbetur mbetet obligimi i cili duhet të plotësohet më vonë. Çfarë do t'i uroni të gjithë zakatit tuaj apo të gjithë besimtarëve të xhamatit, të gjithë besimtarëve tuaj për këtë muaj? Cila është urimi më i mirë që vjen në këtë muaj të shenjtë? Uroj të gjithë besimtarët e besimit islam qoftin këtu në Detroit, në rrethin apo kudo që janë në vendet islame, e sidomos besimtarëve tanë që flasin gjuhën tonë, që kanë gjakun tonë, që besojnë besimin tonë, që të kenë një muaj sa më të begat, që të kenë një agjërim sa më të lehtë, që ta kryejnë atë në mënyrën më të mirë si na ka mësuar i Madhi Zot dhe na ka mësuar profeti i tij Muhamedi alayhis salam, dhe dalim prej këtij muaji me gjunahet e shlyera, siç
premton profeti alayhi salam. Pra uroj që gjithë të agjërojnë si mas mundësisë, të gjithë të bëjnë punë sa më të mira, agjërimi i tyre të jetë sa më i rregullt, jo vetëm prej ujit dhe ushqimeve, po të jetë edhe agjërim prej fjalëve, shiqimeve dhe ndigjimeve, pra të koncentrohen dhe të merren vetëm me punë të mira që të fitojnë shpërblimin e madh të Ramazanit, fshirjen e të gjitha mëkateve. Urime muaj i shenjtë i Ramazanit dhe pritshim edhe shumë tjerë në gjendje edhe më të mirë. Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, edhe ne bashkohemi në urimin për festën e muajit të Ramazanit. Ne do të ndjekim edhe vjushmërinë edhe iftarët që do të shtrohen dhe natyrisht ditën e bekuar, ditën e Bajramit, siç kemi ndjekur çdo aktivitet këtu në Qendrën Islamike Shqiptare. Natën e mirë.